Përshëndetje të nderuar shikues të televizionit 7, kemi nisur kështu edicionin e lajmeve të orës 15 dhe po e nisim me një lajm që sapo ka arritur dhe bëhet fjalë për Martin Berisha, ambasadori i Kosovës në Sloveni, i cili është paraqitur sot pranë prokurorisë speciale. Këtë ka konfirmuar avokati i tij Tom Gashi, i cili ka thënë se Berisha i ka dhënë deklarata sqaruese me të cilën ne besojmë që i ka ndihmuar prokurorisë për të eliminuar çdo dyshim për aferën e ndërtuar nga gazetari serb i afër me shërbimin sekret të Serbisë me qëllim të dëmtimit të reputacionit të profesorit Martin Berisha. Këto janë deklarimet të avokatit të tij Tom Gashi. Gjithsesi ne do presim gjatë ditës një konfirmim nga ana e prokurorisë speciale të Kosovës rreth intervistimit të Martin Berishait. Ndërkaq Kosova ka shënuar rënje në indeksin global të paqes kryer nga Instituti për Ekonomi dhe Paqe. Në bazë të raportit të publikuar nga ky institut, u renditën edhe 5 shtetet më të sigurta në botë. Organizata ka përfshirë një analizë gjithëpërfshirëse në bazë të dhënave për trendet rreth paqes, ekonominë dhe mënyrën e zhvillimit të shoqërisë paqësore. Nga pozita 56 në vitin e kaluar në atë të 63-ën këtë vit, kësoj rënje për 7 vende pësoj Republika Kosovës në indeksin global të paqes i publikuar para një jave. Organizata prestigjioze Instituti për Paqe dhe Ekonomi e renditi shtetin më të ri në Evropë gati më së keqi në rajon. Përveç Serbisë që gjendet në vendin e 64-të, Shqipëria, Malezi, Bosnia e Hercegovina, Kroacia e Maqedonia Veriut janë të gjitha më mirë në tabelë. Tek pjesa konfliktit të brendshëm dhe ndërkombëtar në vazhdimsi, Kosova është poentuar me 1.805 pikë, me vetëm Serbinë e Bosnjën më keq. Sa i përket sigurisë sociale dhe asaj të brendshme, Kosova është poentuar me 2.144 pikë. E tek militarizimi, Kosova ka marrë 1.67 pikë, duke u renditur më mirë se shumica shteteve në rajon. Në këtë raport paraqitet një analizë gjithëpërfshirëse bazuar në të dhënat për trendet rreth paqes, vlerën e saj ekonomike dhe mënyrën e zhvillimit të shoqërive paqësore. 5 shtetet më të sigurta dhe paqësore sipas indeksit janë Islanda, Norvegjia, Finlanda, Japonia dhe Singapori, kurse 5 më pak të sigurta janë Afganistani, Jemeni, Sudani, Kongo dhe Sudani i Jugut. Trajtimi i personave me çrregullim mendor në institucionet e privimit të lirisë po konsiderohet pjesa më problematike dhe më sfiduese për shërbimin korrektues të Kosovës, policinë dhe institucionet ku mbahen këta persona. Kështu tha sot në konferencën organizuar nga institucioni i avokatit të popullit. Të dënuarve me burg shpesh u neglizhohet kujdesi për shëndetjen mendor. Ani pse marrja e këtij shërbimi mjekësor është e domosdoshme, ka raste kur nuk respektohet. Rëndësia e mekanizmave të tillë që u dalin në mbrojtje të privuarve nga liria u theksua të njëjtën në një konferencë në Prishtinë. Kështu deklaroi avokati i popullit Naim Çelaj. Është një moment i mirë për me bërë një thirrje dhe me qenë një zë i fuqishëm edhe në raport me autoritetet, duke bërë qartë se avokati i popullit është mbështetës i proceseve të avancimit të drejtave të njerëzit dhe mbështetës i rritjes kapaciteteve të këtyre institucioneve me qëllim që të plotësohen ato standarde për cilat ne jemi përcaktuar si shtet. Në mesin e pjesëmarrësve ishin edhe disa nga Këshilli i Evropës, sipas tyre shëndeti mendor në burgje shpesh është neglizhuar. Fatkeqësisht, teksa jemi mbledhur këtu sot, miliona njerëz në mbar botën ndodhen në burgje dhe disa prej tyre vuajnë në kushte çnjerëzore, përfshirë mbipopullimin, mungesën e higjienës dhe kujdesit shëndetësor të paedukuar, veçanërisht për kujdesjen për shëndetin mendor. Privimi nga liria është një çështje shumë komplekse që ngre pyetje themelore rreth të drejtave të njeriut, dinjitetit dhe sundimit të ligjit. Si problematik u cilësua dhe çështja e ndërprerjes së kujdesit mjekësor gjatë ndalimit policor. Ajo që ne shohim nganjëherë se furnizimi me medikamente dhe jam duke folur në mënyrë të veçantë për trajtimin me metadon, për shembull, apo për medikamente psikotrope ndërpritet papritmas në momentin kur personat arrestohen nga policia dhe vendosen në paraburgim policor, gjë që është e papranueshme. Njeni 3 konventës evropiane për të drejtat e njeriut garanton të drejtën absolute për të mos ju nënshtruar torturës dhe keqtrajtimit.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka njoftuar se ka filluar periudha për aplikimin e subjekteve politike për certifikim dhe dorëzimin e listës së kandidatëve për zgjedhjet lokale të 12 tetorit. KQZ bën me dije se kjo periudhë do të përfundojë me 13 gusht dhe me qëllim të lehtësimit të këtij procesi do të mundësohet aplikimi online. Gjithashtu KQZ përmes zyrës njofton se do krijojë llogaritë edhe për gjitha subjektet politike, iniciativat dhe kandidatët e pavarur që kërkojnë të aplikojnë për verifikim për pjesëmarrje në zgjedhje. Duke filluar nga dita e sotme 26 qershor dhe deri më 13 gusht, subjektet politike mund të paraqesin aplikimin e tyre për certifikim për pjesëmarrje në zgjedhjet lokale të cilat do të mbahen më 12 tetor të këtij viti. Gjithashtu, subjektet politike, pra partitë politike, koalicionet, nisma qytetare dhe kandidatët e pavarur, gjatë kësaj periudhe 49 ditore, duhet të dorëzojnë edhe listën me emrat e kandidatëve të cilët do të garojnë në zgjedhje lokale për kryetar komunash apo për kuvende komunale. Është krejtësisht në vullnetin e subjekteve politike që të përcaktohet se në cilat komuna duan të garojnë dhe gjithashtu është në vullnetin e tyre që të zgjedhin nëse në një komunë të caktuar do të garojnë në zgjedhje për kryetar komune, për kuvende komunale apo për të dyja së bashku. Një burr i moshuar ka humbur jetën sot në Ferizaj. Rastin e ka konfirmuar zëdhënësi i policisë për këtë rajon Kanun Veseli. Viktima dyshohet se ka humbur ndjenjat, vdekjen e tij kanë konfirmuar mjekët kujdestar në vendin e ngjarjes së shprehur Veseli. Sipas tij, viktima ka vdekur në kryqëzimin e rrugëve Hamzi Ashari dhe Pajk Goga. Ai mësohet se ishte i moshës 74 vjeçare. Një person është plagosur me armë zjarri në Prishtinë të mërkurën. Sipas policisë, ai është plagosur aksidentalisht nga një person. Nuk raportohet për të arrestuar. Është raportuar se i dyshuari aksidentalisht e kishte plagosur me armë zjarri në këmbë viktimën mashkull kosovar. Viktima është dërguar për tretman mjekësor në QKUK, ndërsa nuk raportohet për të arrestuar, thuhet në raportin e policisë së Kosovës. Ndërsa të arrestuar patin Raovec, sipas raportit policor, gjatë kontrollit tek 2 persona janë gjetur dhe konfiskuar 5,52 gram substancë që dyshohet të jetë narkotike e llojit marijuana. Me vendim të prokurorit, të dyshuarit janë liruar në procedurë të rregullt, thuhet në raportin 24 orësh policor. Do flasim tani për një kërkesë të Këshillit Prokurorial të Kosovës, të cilët kërkuan rritje të buxhetit për vitin 2026 për më shumë se mbi 7 milion euro. Kësaj kërkese buxhetore pasqyron nevojat e sistemit prokurorial të planifikuar për vitin 2026 dhe vlerësimet e hershme për vitin 2027-2028. Nevojat mbështeten në mandatin ligjor të Këshillit Prokurorial të Kosovës, planin strategjik 2025-2027, planet e punës, si dhe kërkesat e prokurorive dhe njësive organizative të Këshillit. Bazuar në këto dokumente, nga këndvështrimi i buxhetit, sfidat kryesore do të jetë mungesa e pozitave të nevojshme, mungesa e buxhetit për kategorinë e pagave dhe menditjeve, mungesa e buxhetit për kategorinë e mallave dhe shërbimeve, si dhe mungesa e buxhetit në kategorinë e investimeve kapitale. Nevojat për pozita shtesë. Pozitat e kërkuara shtesë për vitin 2026 janë 21 prokuror dhe 179 pozita për staf administrativ. Rrjedha e lumejve aktualisht është në mesataren e tyre. Kjo sipas Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës është si pasojë e mungesës së rreshjeve. Sipas matjeve dhe monitorimeve hidrologjike nga rrjeti shtetëror hidrometrik, aktualisht lumejt në Kosovë kanë rrjedha nën mesataren e tyre. Kjo si pasojë e deficitit të rreshjeve, sidomos gjatë muajve të pranverës dhe mungesës së borës dhe qëndrueshmërisë së saj gjatë dimrit, thuhet në njoftimin e IHMK-s. Sipas këtij njoftimi, edhe pse ka pasur rreshja, ato kanë qenë në formë të rebesheve të shiut dhe lokale, të cilat shpejt janë larguar nga pellgjet. Po, sipas këtij instituti, situata e njëjtë është në shumicën e lumenjve, por më e rënduar është në lumin Drini i Bardhë.
Këto ishin të gjitha lajmet për këtë edicion informativ të orës 15. Ju kujtoj që gjatë gjithë kohës keni Gazetën Ekspres për të informuar. Ndërkaq faleminderit që na ndoqët.